Atëherë Jati tha, biri të madh, o bir, ti je gjithmonë me mua, dhe çdo gjë që kam është e jotja. Çaj kujtoj? Jo gënjeshtra që përlosten kokën e vet, ju kujtoj të vërtetat. Tha, çka kam unë është e jotja. Ne jemi bashkë gjithkohës. Që e fundit, nëse s'do të ngecesh në lagun e të ligut, atëherë zgjidh çdo ditë të besosh të vërtetat e Perëndis, të vërtetat e shkrimit. Sepse është pranaj ju nxis gjithmonë, kaloni kohë me Perëndin. Sepse në atë lloj forme ti do fuqizohesh duke u mbush me të vërtetat e Perëndis. Pse? Sepse është e paevitueshme mos të ndikohesh në ditë edhe në javë normale, edhe mos të marrësh kritika apo ofendime apo çdo lloj forme. Edhe nëse nuk ka kohë me Perëndin, natyrshëm do hidhërohesh e do ikesh në atë anë. Por nëse ka kohë me Perëndin dhe me shkrimin, ti mbushesh me të vërtetat e Perëndis. Edhe do ta mbyll duke të kujtuar ty edhe vetes time 3 të vërteta nga jeta e këtij djaloshit. Edhe është vargu 22-23. Jati, pra kur erdhi biri, Jati përqafoi. Edhe u tha shërbëtorëve të vet, sillni këtu 3 gjëra. Sillni këtu shpejt 3 gjëra. Rrobë më të bukur, edhe visheni, një unaz në gisht, edhe sandale në këmbë. Nxirrni vishin e majmë dhe e therni të hamë të gëzojmë. Edhe dua të them në mënyrë figurative, a do i veshim bashkë. Rrobën, unazën, edhe sandalet. Sepse çka është? Vargu 24, sepse ky birim kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri dhe filluan të bëjnë një festë të madhe. Edhe nxitja është, le të kujtojmë, dua të kujtoj se cili prej nesh e para, le të veshim rrobën e drejtësisë, e të kujtojmë vetes. Kjo është e para. Kam nevojë çdo ditë të vesh rrobën e drejtësisë. Ç'a kuptimi ka? Rroba përfaqëson si e shikon ti veten. Edhe e di, si thot shkrimi, se kush je ti? Ti je bir i mbretit. Ti je bir i shumë të lartit. Ti nuk je thjesht një krishter që her pas here bën çfarë thot Perëndia. Shkrimi thot, ti je drejtësuar në momentin që zgjodhe Krishtin. Perëndia të shikon të drejt. Perëndia të shikon të veshur me këtë rrobën e drejtësisë. Sepse sa herë shikon veten të drejtësuar, aq herë do sillesh në mënyrë të drejtë. Edhe sa herë që e veten si rrumujaxhi, aq herë do bësh rrumuj. Sepse është bërë pjesë e identitetit tënd, por nuk është e vërtetë. E vërteta është ti je veshur me rrobën e drejtësisë. Edhe e dyta është unaza, edhe unaza është autoritet. Është autoriteti që ti ke, është kujtesë për secilin prej nesh. Është autoriteti që kemi ndaj të ligut edhe ndaj çdo gjëje të keqe, si që në momentin që zgjodhe Krishtin. Kur ti zgjodhe Krishtin të bëre biri i Perëndis, fryma e shejt banon brenda teje. Ti lutesh në emrin e Jezus edhe ke autoritet për të thyer gjëra në emrin e Jezus. Gjëra që mund të jenë thënë për ty, për familjen tënde, për punën tënde, edhe për çdo lloj gjëje. Besoje autoritetin, sepse thyen ato prangat e skllavërisë që mund të ngecish rrugës. Kurse sandalet e paqes është për ato që janë rritë në fshat, kishim qef të esim gjithë verës zbath. Por ama, kur vishe sandale që ishte, sa rahat. Sur binte kam rahat. Edhe sandalet e paqes është, a i alau kam dhe i veshet o sandalet e rahatshme për të kujtuar qarë. Biri im, shlodhën pranin time. Shlodhën pranin time.